Me trainerin Kakuzis. Coach, very hard game. You had 15 plus advantage, 2 minutes and 26 seconds prior to the end of the game, but then Vladimir got very good. What happened? They scored some threes and we are hospital. You know, Lamb is out, Benz was out. He not supposed to play because his finger is a double. During the game also Donny get injured. So okay, it's not so easy. So give credit to the team because really we play good, really we play aggressive in offense and in defense. We make some mistakes, they score some 3 points out, but again, we don't have time to play, you know, with all the players. For example, you know, Adrio play 38 minutes, Arian play 39 minutes. This is not possible in this kind of, now to play basketball with this. But anyway, we know it was gonna be a tough game for us because we come from 2 losses in a row with some other issues that we fixed already. And we take care of the game because, as I told you, we have a lot of injuries. I'm really proud of my team. You know, they play really hard, really aggressive. Congratulations also to the opponents. They play very aggressive gym for the fans. They come here to support them. Full gym. It's very good atmosphere, you know. And I hope now this game is going to be the basis for us for the next ones. Thank you very much. You're welcome. Pra, shumë shpejt ato që tha trajneri Kakiusis, patën 15 pike përsi 2 minuta 26 sekonda para se të përfundonte ndeshja, patën humbën një seri për 11-0 lejuan që të afrohet ekipi. Tha po nuk ishte lehtë sepse Llami është lënduar, pastaj edhe Don Polloshka u lëndua, kemi shumë lojtarë të lënduar. Bëm disa gabime, megjithatë jam I lumtur me mënyrën se si ka luftuar skuadra, se si është përgjigjur. Kemi pasur me rëndësi ka qenë që në momentet vendimtare janë treguar të koncentruar. Azemi luajti 39 minuta, Audrey Bailey ka luajtur 39 minuta, nuk është lehtë, nuk mund të luash në basketbollin modern ka shumë mirë, po megjithatë ishte e rëndësishme që pas 2 humbjeve rresht sonte të fitojmë dhe e uroj skuadrën e tij duke uruar edhe vllaznimin për lojën dhe betejën të cilën kanë bërë, por edhe publikun duke thënë se është sen I bukur që të shohësh palestrën e stërmbushur këtu në Gjakov dhe këtë atmosferë. Së shpejti do të jemi edhe me trajnerin Jeronimo Sharin.